Dhe sonte, në këtë moment ka të veçantë, para se kjo mbrëmje të vazhdoj me gëzimin e saj, dua të ndalem për pak qaste edhe të një mirënjohje, e cila vjen drejt për drejt nga zemra e ëndrit, e këto fjalë janë prej Shabatit. Mirë po pilizojë në për shkak të emocioneve, edhe fjalën e fundit ja prap Shabatit. Para se të vazhdoj festa, dua të ndalem për pak qaste, për të falenderuar premjerës që ka një vend të pasaventësueshëm në zemrën time, Axhallar e mi. Pas humbjes së babait tim, ju nuk më latë kur vetë. Më rritet me dashuri, më mbështetet në çdo hap dhe më trajtuat gjithmonë si djalin tuaj. Sot, në ditën më të bukur të jetës time, dua t'ju them se kjo festë nuk do t'ishte njëjtin kuptim pa ju. Ju jeni pjesë e çdo arritje time dhe e çdo gëzimi që po ndaj sonte. Kjo mirënjohje është e vogël krahasuar me gjithçka që keni bërë për mua. Por kjo mirënjohje vjen nga zemra. Faleminderit për dashurinë, sakrificën dhe përkrajen tuaj. Do të jem krenar gjithë jetën që jam rritur pranë jush, do të pritem gjithmonë që bëj krenar. Hajde një duar tropitje për të Axhallar në Shabatit. Zoti ju bekoft dhe ju ruaj gjithmonë. Ju dua me gjithë zemrën, thot një ju. Pashtu, nesi dasmor, ju urojmë që çdo mëngjes kur hapni sy të ndjeni madhështi e qenë të qenurit pranë njëri tjetrit. Qoftë e dita e pare të jesës, apo e 50 vjetorit tuaj. Gëzuar gjithve për këtë fillim bukur. Qoftë dashuria juaj strehë dhe dritë në çdo mëngjes për sot, nesër dhe gjithmonë bashkë. Faleminderit shumë.